Pretendimi për një marrëveshje mes presidentit amerikan Donald Trump dhe sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte mbi Grenlandën është kundërshtuar drejt për drejt nga kryeministri i Ishullit Arktik Jens Frederik Nielsen. Ky i fundit deklaroi se nuk ka qenë pjesë e asnjë diskutimi dhe se nuk ekziston asnjë informacion zyrtar mbi përmbajtjen e asaj që është quajtur pakt. Nielsen u shpreh se askush përveç Grenlandës dhe Danimarkës nuk ka mandat për të negociuar në emër të vendit të tij, duke e cilësuar këtë si një vit të panegociueshme. Ai theksoi se aktualisht po funksionon një grup pune në nivel të lartë për trajtimin e çështjeve të hapura, ndërsa çdo marrëveshje e përfolur mbetet e paqartë dhe pa bazë formale. Kryeministri i Grenlandës nënvizoi se nga fillimi janë vendosur kufij të qartë dhe se nuk mund të kapërcehen duke përfshirë integritetin territorial, sovranitetin dhe respektimin e ligjit ndërkombëtar. Sipas tij, këto parime nuk janë objekt negociate dhe nuk do të ndryshojnë. Nielsen shtoi se Grenlanda mbetet e hapur për bashkëpunim ekonomik dhe partneritet ndërkombëtar, por vetëm mbi bazën e respektit të ndërsjellë dhe të rregullave të saj të brendshme. Ai theksoi se çdo interes për shfrytëzimin e burimeve natyrore duhet të përmbushë legjislacion vendas dhe standardet e larta mjedisore, të cilat sipas tij janë pjesë thelbësore e identitetit dhe kulturës së Grenlandës. Deklarata e tij vjen pas presidentit Trump që deklaroi se të gjithë janë shumë të lumtur me marrëveshjen për ishullin, ndërsa sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte pranoi se kishin arritur një dakordsi me liderin amerikan pa dhënë detaje konkrete mbi përmbajtjen apo statusin e saj.